cili do qovë dhe kush do që tjetë. Dhuna shtetërore ndaj pronarëve nuk mund të përdoret kur. Se këte e kryon qeveria. Qeveria paguat dhe bën këtë gjëra. Zoti Berisha, ju tha që keni një plan, një ide për protestën e 28 shkurtit që do t'ja paraqisni kryesisë apo Këshillit Kombëtar për të marrë një vendim dhe më pas media do t'informohen. A varet, le të themi, dhe skenari i protestës së 28 shkurtit nga qëndrimi i mazhorancës ditën e sotme për zëvendëskryeministrin Balluku dhe në idenë tuaj, a është përfshirë që qëndresa pa ndalim apo ngujimi një pjesë të zyrtarëve të Partisë Demokratike? Faleminderit për pyetjen. Protestat tona nuk kanë në fokus kryesor Ballukun. Fokus kryesor i protestave tona është kryehajduti i kombit Edi Rama. Balluku është vetëm aksesor i tij. Një aksesor e tij. Është. Por protesta, revolta, kryengritja paqësore ka në epiqendër Edi Ramën për ne. Duhet jemi dhe çdo qytetar duhet ta ketë të qartë. Ai është mater matrix, nëna e nënës të gjitha këtyre aferave që kanë dalë, këtyre gjirizeve që kanë shpërthyer. Pa e dini ju që Akshi është të paktën 3 herë më kriminal, më i rëndë se çdo aferë tjetër